Kthehemi në studio, të flasim tani për zhvillimet diplomatike. Unë kam në lidhje drejt për drejt historianin Arben Lalla. Beni, shumë faleminderit që me ne kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje, të kemi edhe një vit mbar se jemi ngjuar mbas 2025-sh, kemi gjithë bashkë. Po Ben, shumë faleminderit. Unë po nis diskutimin nga një çështje në fakt që ka bërë debat edhe në Greqi, nga batutat e Ramës me një gazetar greko-amerikan. Rama më pas pati dhe një reagim në rrjetin social X, ku tha që e vlerëson kulturën greke, e vlerëson shkencën, filozofin, artin e Greqisë, por tha gjithashtu që e kishte, po themi, deklaratën më shumë targetuar gazetarit se sa grekëve në tërësi. Por ti thuash dikujt që vjen nga Greqia se nuk je pasardhës i Aristotelit apo Platonit, besoj është diçka e rëndë. Si e pe në tërësi gjithë ngjarjen? Kryeministri Rama realisht ka thënë diçka të vërtetë, por nuk ishte vendi dhe momenti që ai të shprehej në atë formë kur ai është kryeministri i Shqipërisë, politikan, jepte një intervistë dhe ai fare mirë ngrinte çështjen e dy fqinjve, Greqisë dhe Shqipërisë, për heqjen e ligjit luftës, të çështjes çame e tjerë. Por në këtë rast ai nuk tha një gjë gënjeshtër, tha të vërtetën, sepse ka akademik dhe profesor grek dhe shumë të tjerë, këtu e 300 vite, këtu e 200 vite, dhe tani që kanë thënë që grekët e sotshëm janë një përzierje midis shqiptarëve, slavëve, armenëve, turqive e tjerë, domethënë, pra nuk janë ata grekë lash. Këtë ne ka thënë dhe akademiku Niko Dhimo këtë gjë në New York Times në 2009, ne kanë thënë dhe shumë të tjerë, kanë thënë dhe gjermanë, studiues gjerman. Pra nuk tha në një gjë që s'është e vërtetë. Por në atë intervistë nuk ishte momenti i tillë, mendoj unë si historian, që kryeministri i një vendi kuptohet për një intervistë për gjëra të ndryshme. Të njëjtën tezë mund ta artikuloj dhe një grek që mund ta thotë ne jeni pasardhës të ilirëve. Pra në këtë kontekst duhet të ketë më shumë kujdes nga të dyja palët për pretendimet e veta. Mirë që këto gjërat ja u lejnë politikanët historianëve, se duke thënë këto gjëra edhe në qoftë batuta për shakaje, më shumë i hedhin benzinë zjarrit se sa e shuajnë zjarrin. Pra, nuk ishte momenti. Edhe një herë përsi, ai mund fliste shumë mirë për heqjen e ligjit të luftës midis dy vendeve, për zgjidhjen paqësorë të çështjes çame, për miqësinë midis dy popujve. Dhe ajo që është më e rënda, ka reaguar Niki Xhavela, ish deputete, ish eurodeputete, kryetare e Fondacionit Grek, që ka thënë një mosmirnjohës, një njeri gjysmë i egër që e ka marrë unë, thot, dhe e kam financuar, thot, me fondet greke të studiojë në atë varg. Pra kjo është një akuzë e rëndë në krahasim me ato gjërat e tjera, duke thënë nga një person. Kush ka financuar ish deputetja greke Rama? Po, ka qenë kryetare e Fondacionit Grek, unë e di këtë gjë, e Fondacionit Grek, dhe në 2009 Rama dhe vite më parë ka marrë fonde dhe ka studiuar me muaj apo me javë në atë varg nga fondet greke. Po e përsëris, Niki Xhavela ish eurodeputete e Demokracisë së Re, ish deputete e Partisë Demokracia e Re, është një profesoresh ekonomike që ka studiuar në Angli dhe në Amerikë, dhe tha, një gabim i madh i imi, tha, për një njeri mosmirnjohës, për mosmirnjohësin e egër, gjysmë të egër, tha, të zotit e Rama, e ka shkruar këtë në media, e ka deklaruar pas deklaratës që bëri zoti Rama. Kjo është më e rënda që kam lexuar unë në shtypin grek. Një akuzë që vjen nga ish drejtoresha e Fondacionit Grek që ka financuar studimet e Ramës në atë varg. Prandaj i ngjelet zotit Rama ta mohoj këtë të heshti, dhe unë e lidh faljen e zotit Rama pasi deklarovi profesoresha apo ish deputetja Niki Xhavela, që ka financuar dhe mbështetur studimet e Ramës në atë varg me fondacionet greke. Dhe ai fondacioni grek, po e them, ka qenë një fondacion që financonte grekët e Shqipërisë apo pakicën kombëtare greke. Ndërkohë, Beni, impakti në Athinë ka qenë i jashtëzakonshëm, apo jo? Ka patur analist, politikan që kanë folur kundër. Ka pasur shumë reagime nga gjithë anët, se grekët kur i prek aty gjë reagojnë bashkë. Është shteti ai që e bën kombin dhe jo kombi që bën shtetin. Pra grekët dihet që nuk kanë origjinë nga grekët e lash, nuk e them unë e them nga historianët grek, dhe i ftoj kushdo që ta vërtetoj këtë që grekët e sotshëm nuk janë grekët e lash, dhe nuk janë, nuk është gjë e re, bile kur e ka thënë Flagermendi, gjermani para 200-300 vitesh, një historian grek
babai i historisë greke ka thënë mas 100 vitësh, nuk është gjaku që flet, po është kultura dhe gjua. Pra ne flasim gjuhën greke, kulturën greke dhe kemi pretendimet për grekët e lashtë. Është temë historike, domethënë edhe herë unë i mbetëm asaj që zoti Rama nuk ishte momenti aty që ai të thoshte këtë gjë. E tha, nuk duhet kërkonte falje, nuk duhet të tërhiqej, po t'i qëndronte bazës saj mbas fakteve historike, mund të thoshte që unë kam lexuar akademikët grek, kam lexuar historianët grek, domethënë jo të huajt, që thonë që ne nuk kemi atë dhe Odisej e Lytis, fituesi i çmimit Nobel letërsi, ka thënë dikur që është në origjinë shqiptare dhe ai, që mirë atë dhe ujë në Greqia mbahet në kolonat franceze, shqiptare, armene, slave, bullgare, kush i përmend këto gjëra thotë shkon drejtë në burg. Pra nuk është, unë i kam shkruar në librat e mi këto të citime të akademikëve grek që unë i quaj mendje të hapura që e thon të vërtetën e popullit grek. Se po ti shikojmë dhe ne shqiptarët nuk kemi, ne njohim 9 minoritete, dhe se kemi problem që njohim 9 minoritete brenda Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ben, raportet dypalçe kanë prekur një tjetër moment të ftohtë, u duk sikur ndryshoi diçka me vizitën e Spiropalit në Athinë, po nuk ka një përparim rrënjësor për çështjet që mbeten peng. Unë gjithmonë drejt për drejt dhe i këshilloj shqiptarët të vëjnë mendje në punë dhe logjikën dhe jo t'i pranojnë gjërat ashtu siç i afrojnë mediat në përgjithësi apo këto. Çfarë fshihet mas tyre deklaratave dhe Spiropalit? Fshihen marrëveshjet e fshehta që bëhen bisedimet larg syrit të opinionit gjerë për kufirin detar, për piramidat kufirit toksor dhe shumë gjëra tjera që neve do humbim një pjesë të detit jon. Kjo gjë dhe Rama nuk e tha rastisht, sepse unë gjithmonë e them që Rama është lojtar i mirë në diplomacinë e jashtme të Shqipërisë, po jo në zhvillimin ekonomik shoqëror brenda Shqipërisë. Dhe ai e tha këtë gjë në moment që po bëhen bisedime edhe me Turqinë dhe me Shqipërinë, Greqia për zgjerimin e ujërave territoriale. Masha i ka ngel grekëve me Turqinë, se me Shqipërinë ne jemi një shtet i prish, një shtet i dobët politikanët tanë, nuk janë patriot, nuk janë vetdashës dhe do ta shesin atë pjesë të detit, jo ashtu siç kemi ngritur varrezat e 8.000 ushtarëve grek në jugun e Shqipërisë. Prandaj e them, nuk e tha rastisht zoti Rama, është një lojtar i mirë në diplomacinë e jashtme të Shqipërisë. Okej, ndërkohë Beni patëm dhe një ftesë të Ramës në bordin e paqes. Çfarë të bëri përshtypje? Këtu në Shqipëri kishte diskutime të shumta përpara kësaj ftese, nëse po flisim për një ftohje të amerikanëve me Ramën, për veprimet e SPAK-ut, nëse kishin një, si thua, inkurajim amerikan. Si e sheh në tërësi bordin e paqes, përfshirjen e Ramës dhe çfarë mund të prodhojë? Ftesa për zoti Rama si kryeministri i Shqipërisë në këtë bord neve duhet jemi krenar, sepse nuk është ftuar zoti Rama kryetari i PS-s, por është ftuar kryeministri i Shqipërisë që këtë herë përbëhet nga zoti Rama, e profesion ai. Por keq përdorimi i politikës brendshme në politikën e jashtme, politikanëve tanë 35 vite nuk mësuan të jenë unik, të jenë bashkë në politikën e jashtme. Ne duhet i falenderojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës që një ftesë të tillë i bën Shqipërisë, kryeministri i Shqipërisë. Prandaj them që kjo duhet vlerësuar si Shqipëria, vlerësohet si shtet, jo si Edi Rama. Ndërsa nga ana tjetër, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Trumpi është i vendosur për të sulmuar transportin e drogave, korrupsionet dhe këtë. Dhe kjo gjë nuk e amniston apo nuk e shpëton zotit Rama. Fjala vjen nëse ai është i korruptuar apo nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë fakte të rënda për korrupsion apo tjetër. Pra është ftuar. Pavarësisht një vendimi të tillë nuk është imun ndaj asnjë procesi gjyqësor, këtë po thua. Pra, e them edhe një herë, nuk amniston, nuk e çvlerëson atë pjesën e akuzave që Shtetet Bashkuara kanë. Unë kam informacione që Shtetet Bashkuara të Amerikës veç kanë punuar dhe kanë përfunduar dosjen e Shqipërisë, ndoshta edhe dosjen e zotit Edi Rama, por Shqipëria është e para përgatitur nga ana ime për një zëvendësues apo për një tjetër njeri, dhe ky është problemi i madh që ne shqiptarë, sepse nuk përgatisim trashëgimtar politikës apo tashu. Kjo ndodh edhe tek shqiptarët në Maqedoni, kjo ndodh edhe në Kosovë, që pa ne lidhemi mbas liderit, dashurohemi mbas liderit, edhe kur vdes lideri ne mendojmë se të gjithë dhe ne të tjerë do vdesim. Ky është gabimi jonë si kom, si elitë intelektuale që nuk jemi të përgatitur. Unë përsëri them, ne duhet të falenderojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës një vlerësim të tillë si një vend që jemi, me shumicë muslimane, që do bëhet fjalë për
Palestinën, Gazën, ku Shqipëria ka përkrahur që në vitet 70-80 Palestinën, Gazën e ka njohur dhe shtetin e saj që nuk njihet në OKB, po është një shtet vëzhgues atje. Pra jemi si një vend që përbëjmë një paqe, ndërtojmë paqen. Prandaj them që ne duhet jemi frymëzuar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk duhet merremi me ato tashethemet, jo do pagoj Shqipëria $1 miliard, jo do pagoj Shqipëria aq, jo është blerë kjo ftesë. Jo, është një ftesë si ftesët e tjera që kanë marrë dhe disa vende, nuk kanë marrë gjithë vendet. Ndërkohë, beni lidhur edhe me, po themi, zhvillimet në konceptin e gjerë botror. Si po e sheh, po themi, një lloj përballje mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara? Çfarë epilogu mund të ketë? Bashkimi Evropian, po ta shikojmë, ka korrupsion të thellë, janë akuzuar deputet, janë arrestuar. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vendi që luftojnë korrupsionin, janë vendi që ndërtojnë demokraci dhe duke parë që BE-ja, ku keqpërdori dhe veto dhe fondet e tjera, ku akuzojnë vendet e brishta si Maqedonia, Shqipëria apo Serbia apo dhe vendet e tjera që bëjnë keqpërdorime, ku vetë Greqia është akuzuar dhe 4 ministra kanë dhënë dorëheqje dhe janë akuza të rënda për keqpërdorimin e fondeve të tokave bujqësore, blegtorisë e tjerë, pra po themi për BE. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të marrin rolin që i takon, si i themi, polici i globit, vetëm që më ka ardhur keq që nuk vazhduan ndërhyrja në Iran, me fjalë që nuk ndërprej kjo gjë, që do ketë shumë probleme të tilla, lindja e mesme dhe shumë vende të tjera që për neve është e frikshme si vend kur nuk do kemi paqe si glob, sepse gjithë do ta paguajmë një rrëmuj të madhe në vendet e lindjes apo dhe në vende të tjera. Ndërkohë, në bordin e paqes ben ishte dhe Erdogan. Është parë vazhdimisht Turqia si një urë ndërlidhëse e lindjes dhe perëndimit. Si e sheh rolin e këtij të fundit dhe çfarë mund të prodhojë prania e presidentit turk në iniciativë të rëndësishme, disa media kanë quajtur një zëvendësim i OKB-s, por të shohim se çfarë do ndodh. Do të them që Turqia është një shtet shumë i fuqishëm, ka marrë një rol të fuqishëm këto 15 vitet e fundit. Presidenti Erdogan bëri një reformë të thellë ku nuk është më ajo Turqia me grushe shteti çdo 3 vjet, çdo 5 vite, çdo 7 vite, ka një stabilitet. Është një shtet i madh që mos harrojmë që rreth 7 shtete të tjera flasin një zyrtarisht gjuhën turke, janë rreth 360 milion qytetarë, domethënë në shtetet e Azerbajxhan dhe të tjera që flasin turqisht, dhe Turqia ka një rol të rëndësishëm. Dhe nëse i kthehemi dhe historisë gjatë perandorisë osmane, nuk ka pasur luftë në ato vendet e lindjes, qoftë në Izrael, qoftë në Palestinë, qoftë në vendet e shenjta, gjatë kohës që ato vende ishin në ndikimin e perandorisë osmane. Por duke mos u njohur mirë me historinë e vërtetë dhe duke patur keq kuptime, ne krijojmë një urrëtie ndaj Turqisë si shtet, ndaj figurave, personaliteteve të Turqisë apo të ish të perandorisë osmane. Prandaj them që Turqia është një shtet i fuqishëm dhe ne si Shqipëri, si shqiptar, duhet jemi krenar që kemi një marrëveshje të 1923 të dhjetorit të partnerit përjetshëm strategjik, kam thënë disa herë që ajo marrëveshje vazhdon. Turqia respekton shtetin shqiptar dhe jo zotin Rama, zotin Berisha apo zotin të ndjerën, zotin Fatos Nano po t'i bëni gjithmonë ripreskim historisë, ajo respekton Republikën e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët kudo, dhe ne duhet të jemi krenarë që kemi një partneritet strategjik, ashtu siç kemi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu siç kemi dhe Gjermaninë dhe Italinë. Ndërkohë, nga Greqia ben pam dhe blerjen e një tjetër fregate nga Franca dhe po të kemi parë vazhdimisht përplasje në Egje mes dy shteteve. Si e pe përvorcimin e fundit të Greqisë, ka investuar gjithashtu dhe në avion dhe në përvorcimin e kapaciteteve detare. Çfarë të bën përshtypje? Greqia është një vend i vogël në krahasim me Turqinë që të bëj fuqizimin ushtarak që t'i bëj ballë Turqisë. Megjithatë, unë jam i bindur që të paktën 50 vite Turqia, Greqia apo Shqipëria, apo dhe shtetet tjera që jam rreth e qarkëfqin në Ballkan, nuk do të kemi më luftë. Luftat për mua kanë përfunduar. Është e kohët që Turqia të blej sa do fregata, sa do avion t'i bëj ballë Turqisë, domethënë Greqia t'i blej çfarë do, 10 milion janë turqit, po ato grekët, po sa janë turqit, vetëm 95 milion ka të deklaruar dhe të regjistruar. Prandaj them është e kohë. Shikoni brenda Greqisë çfarë ndodh. Vetëm 15 vitet e fundit janë riparuar dhe rindërtuar
shumë xhamia të vjetra, shumë hamame dhe shumë qendra të muslimanizmit të financuar nga Bashkimi Evropian dhe Turqia. Pse ndodh kjo? Ku dje Greqia para 15 vitesh apo 20 vitesh as nuk donte të dëgjonte për riparimin e xhamia të vjetra duke filluar që nga Çamria dhe duke përfunduar në kufi në Aleksandropoli me Turqi. Ka mbaruar ajo gjë. Më vjen keq që Greqia shpenzon për avion dhe për fregata franceze apo amerikane apo diçka tjetër, sepse nuk mund t'i bëj ball shtetit turk asnjë. Edhe pse unë jam njeri i paqes dhe deklaroj me plot bindje që asnjëherë nuk do ketë paktën 50 vite luftë midis Turqisë, Greqisë apo Shqipërisë, Greqisë apo qoftë dhe Shqipërisë dhe Serbisë. Kam përfunduar luftën duke të jam e bindur se duke qenë parasysh që ka marrë pjesë vetë në luftrat e fundit të shqiptarëve, jam i bindur që këto gjëra kanë përfunduar. E qartë, Beni, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedonim. Faleminderit dhe juve, të keni një javë të mbarë. Gjithashtu edhe për ju. Mirë miq, do të ecim më tej, do të shkojmë sërish në reklama, kthehemi pas pak në studio.